Kodra e Pusit në fshatin Murriz, një vendodhje në skajin lindor të Bashkisë Lushnje në kufi me Bashkinë e Belshit, është bërë prej disa javësh stacioni gërmimeve nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore. Arkeologët kanë zbuluar pjesë të një ndërtese e cila daton sipas tyre në shekujt e 4-6 para Krishtit. Gërmimet janë përqendruar në një pikë dominuese me pamje mahnice të gjitha anët e horizontit, nga ku duket qyteti i Peqinit në veri, Belshi në lindje, Lushnja në perëndim dhe në jug Kuçova. Materialet prej qeramik, moneta të ndryshme, themele e mure ndarëse lënë të kuptohet për një vend banim të hershëm i lirë, për që gjithçka do të zbardhet me ecurinë e mëtejshme të gërmimeve. Momentalisht po kryejmë gërmime arkeologjike në kodrën e Pusit, në fshatin Murriz Peqin të Bashkisë së Lushnjës. Momentalisht ajo çfarë është evidentuar nga gërmimi arkeologjik është thjesht një rënje çatije të një strukture, nuk e di mende se çfarë strukture bëhet fjalë, mbase kemi të bëjmë me një bazilik, mbase kemi të bëjmë me një banesë të periudhës antike të Devon, pra shekujt 4, 6, mbase edhe 7. Materiali arkeologjik deri më tani na jep këto datime, pra 4, 6, duke pasur parasysh që me shumë gjasa kemi të bëjmë mbase me një strukturë funerare ose mbase edhe një bazilik. Është për të parë ende me vijimin e gërmimit arkeologjik, duke shpresuar që me ditët në vijim të hasim edhe strukturë ose të paktën mure ku mund të kemi të qartë edhe para shumë një linjë të strukturës, qoftë ajo bazilik, qoftë ajo banesë. Le të themi që në 3 javë deri më tani që janë kryer gërmimet arkeologjike, ka ecur në hapa shumë të mirë, ka potencial shumë të madh kodra e Pusit. Shpresojmë që të vazhdojmë gërmimet arkeologjike, nuk është duhet të jetë koha fillimisht e mirë që të vijojmë, por nga ana tjetër edhe hapësira kohore që të na mundësojë që të vijojmë në gërmime, pasi kemi dhe gërmimet e tjera të cilat janë gërmime shpëtimi, karakter shpëtimi, të cilat janë në vijim. Në këtë zonë punimet që po kryen në këtë vend banimi lirë, si dhe 2 të tjera ku do të nisin gërmimet së afërmi, i shtohen Bashkisë Lushnje, e cila kompleton kështu infrastrukturën arkeologjike, të cilat do të kthehen në atraksione turistike. Ka qenë gjithçka rastësore. Unë gjerasin të falenderoj një djalosh në fshatin Gjolen, i cili pa nguruar më njoftoi në muzeun e Lushnjës që në këtë kodër kanë dalë tjengulla. Ashtu siç ndodhi edhe me termën e Zjanës, erdha, verifikova çfarë kishte, tjengullash, tullash dhe ndoshta në një paret i vogël prej qeramike, me anë të bashkisë ju drejtuam IKTK-s për të bërë një sondazh për të parë diçka më tepër. Nga verifikimi doli që jo vetëm këtu, por edhe në pjesën lindore të kodrës së Pusit, aty kemi rastisur edhe në objekte neolitike. Është një gjetje e re, çfarë kemi gjetur deri më tani, se është ende herët që të themi me se kemi të bëjmë, janë fragmente tjengullash që i përkasin periudhës qytetare ilire, romake dhe antikitetit vonë. Pra, mund të themi me plot gojë, kemi një vendbanim i lirë, i ri, i pa eksploruar dhe do t'i shtohet hartës së Bashkisë Lushnjës. Shpresojmë që edhe me gërmimet që do të bëhen në Zjan, do të kemi 2 vendbanime të reja me gjetje të madhe arkeologjik edhe për turizëm. Pra t'i tregojmë edhe të tjerëve çfarë ofron kjo zonë. Arkeologët mendojnë se ky zbulim dhe 2 të tjerë në afërsi të tij mund të lidhen me zgjatimet të rrugës së vjetër Egnatia, e cila lidhte perandorinë romake deri në Konstantinopoj.